Që sigurimin ministrit, e ka pru këto sigurimin me syza. Kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha ka bërë një denoncim në Policinë e Kosovës, saktësisht në stacioni policor këtu në Pej, ku ka ngritur disa pretendime që ministri në detyrë Elbert Krasniqi në orët e hershme të mëngjesit në një katon të Pejës është munduar që të bëjë ndikim tek qytetarët për të votuar. Pak a shumë mundi me njeke dhe prononcimin që zotri Berisha e ka dhënë për Gazetën Nacionale. Sot në orët e hershme të mëngjesit ka marrë disa telefonata ku banorët e fshatit Prestovik, i cili është fshat nga komuna Pejës, i banun kryesisht me komunitetin egjiptian, më kanë thirrë dhe më kanë kërkuar që të angazhohem sepse janë nën presion dhe e kanë në oborët e tyre ministrin bashkë me bodyguardin e tij, bashkë me një kryetar dege që i bike për afërsisht rreth orës 7:20 ka qenë veç në për atë lagje. Dhe normalisht ata nuk janë di mirë, janë dirë nën presion, edhe nuk e kanë dëshiru një moment tillë, për shkak që dita zgjedhjeve është 12 dhe prej 7 në 7 dhe nuk ka qenë as pak rregull që ministri me udhëzim në oborët e banorëve në atë kohë, për faktin që dita është e gjatë dhe ata mund të shkojnë vetë votojnë. Tani jemi në proces, unë kam denoncu rastin, kemi pamje, dhe pamjet nuk janë as pak mira kur shihet një person i bodyguard i ministrit i uniformuar shihet në për familjet e komunitetit egjiptian, dhe kjo vërtet prej një ministri dhe një kryetari ose një përfaqësuesi të këtij komuniteti me pas me ju çu personat pa njohur është e padrejtë dhe e panevojshme. Unë po mendoj që ky ministër i ka pas 60 punë për to dhe ka mujt me i bind njerëz me punën e tij. Dhe jo në ditën e fundit në forma tilla, dhe unë normalisht po bëj punën time. Unë konsideroj që ka shkelje të gjitha rregullave për zgjedhjet, ka shkelje të kjo eshtja zgjedhore, domethënë sepse në kohë kur ka filluar votimi ministri ka qenë në oborë dhe normalisht unë po shfrytëzoj drejtën time dhe kjo tash i mbetet institucionet drejtësisë me thon fjalën e tyre. A mundi me ditë se çka deri ku ka arrit rasti tashmë që edhe e keni denoncuar në polici, a i keni dorëzuar të gjitha dëshmitë dhe a ka dëshmitar që janë ty e jap intervistën e tyre tashmë? Po, ka pamje, ka dëshmi, ka njerëz që deklarojnë sakt presionin që ju ka bë, shantazhi që ju ka bë, presioni i formës edhe të llojit të kërcënimit, sepse në një farë mënyrë ata me gjuhën që kanë folë ka qenë detyruese për ta, dhe normalisht vetë prezenca e njerëzve të panjohur edhe vetë prezenca e një ministri në atë kohë ata janë ndjerën presion dhe unë i admiroj për shkak që kanë vendosur mi denoncu, kanë vendosur mi bë publike sepse në një presion përballë njerëzve të tillë normalisht që këta e kanë bërë me shumë guxim këtë punë. Pasi që dëgjuam edhe pretendimet e ngritura nga zotri Berisha, tani do mundom që të marrim edhe një prononcim nga stacioni policor i Pejës, saktësisht nga zëdhënësi Fadil Gashi. Policia më njëherë ka dalë në vend zjarjes, ka filluar ta trajtojë rastin e ka trajtuar hetuesit të renal në koordinim me prokurorin e shtetit. Pas përfundimit të procedurave, prokurori ka konstatuar se nuk ka elementet e veprës penale për të iniciuar rastin mbetet në shënim zyrtar, rasti vazhdon të hetohet prapë. Sipas informacioneve, zotri Krasniqi, ministri në fjalë, është intervistuar nga policia, po? Po, është intervistuar. Edhe ankuesi të thotë mos të viktima ankuesi edhe zoti Krasniqi, dëshmitar të tjerë, siç e thash, hetuesit rajonali kanë kryer intervistat, ka qenë edhe prokurori i shtetit, ka konstatuar se nuk ka elemente të veprës penale. Këto ishin edhe informacionet nga stacioni policor i Pejës, ku e intervistuam zotri Fadil Gashin, zëdhënësi i stacioni policor në Pejë, ku bëri të ditur që edhe zotri Krasniqi, ministri në detyrë, është intervistuar në lidhje me rastin. Ne gjithashtu kemi dërguar edhe pyetje tek ministrin në detyrë Elbert Krasniqi për të marrë edhe një prononcim nga ana e tij lidhje me pretendimet e ngritura nga kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berisha, mirë po i njëjti nuk ka kthyer përgjigje.